E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi me lajmin e radhës për të ndarë me ju sekrete nga dasma e sonte. Le të qëndrojmë pak te dasma, sonte dasma është kryefjala. Mateo dhe Brikena vendosën që të nisin rrugtimin e tyre të jetës, vendosën që të nisin rrugtimin e tyre të dashurisë. Edhe pse në fakt e pabesueshme për disa nga banorët, Mateo dhe Brikena po e shijojnë pafund. Është kërkuar në dhomën e rrëfimit nga ana e Mateos që sonte të niset dasma, që sonte të ketë një dasëm në shtëpinë e Big Brotherit. Mateo këtë gjë e ka kërkuar në fakt që në prajmin e së martës, që nga e hëna, në diskutime që ka bërë me vllaun e madh, kanë vendosur që këtë dasëm, domethënë ta sjellin pikërisht sonte, pikërisht këtë të hënë. Do të jetë një dasëm shumë e bukur, një dasëm glamur. Pyetja është se kush do të jetë pjesëmarrës në dasmën e Mateos. Mateo tha që kanë ftuar njerëz të veçantë, njerëz që unë i dua, ku publiku domethënë dyshojnë që mund të jenë pjesë edhe familja e Mateos. Nga informacionet që kam unë, familjarët e Mateos nuk do të jenë sonte në këtë dasëm, domethënë nuk do të ketë asnjë nga familjarët, si të Brikenës ashtu edhe të Mateos, nuk do të ketë këtu të përfshirë familje në këtë ambient, sepse familjarët nuk tolerohen nga që mund të përdorin informacione nga jashtë, mund të sjellin informacione nga jashtë, etj etj. Në anën tjetër, pikpyetja më e madhe është se a do të jenë opinionistët. Unë mendoj që për ta bërë ambientin edhe më interesant, për ta bërë ambientin edhe më të shikuar dhe duke e ditur që publiku i ka qef këto përballjet opinionist, banor etj etj, Arber Hajdari dhe Monika Kryemadi për herë të parë do të jenë në një ambient të dasme, ku do të bëj dasma pa monën, nuk bëhet dasëm e bukur pa monën. Mendoj që produksioni do të realizon edhe dëshirën e ndjekësve, sepse ndjekësit këtë vit kanë parë dy Big Brothera si brenda dhe jashtë. Dhe do të jetë interesante që do të ketë qasja e Rogertit me opinionistët, do me thënë ka qenë gjithmonë në kundërvajtje, për shembull me Arbrin për mirin, do të jetë shumë klas qëndrimi i opinionistëve brenda së bashku me banorët. Gjithashtu pritet që edhe Ledion Liço sonte të jetë pjesë e këtij ambienti. Do me thënë, këto janë lajme jo zyrtare, por që thuhen për godinën e topit, do me thënë komentohen lart edhe poshtë. Brikena pritet që të ketë një fustan glamur, do me thënë një fustan që është enkas për Brikenën sonte, një fustan i ngjitur për trupi, nuk do të jetë një fustan i gjerë ashtu siç e zgjodh do me thënë Selin, edhe pse Brikena i ka më qef, do me thënë fustanet e gjëra si princesh, do me thënë do të ketë një grup fustanesh. Mendimi im është që Brikena do shkon më shumti tek fustani i gjerë, por do ta ketë një fustan të ngjitur për trupin, ndërsa Mateo do të jetë me kostum të zi, do me thënë Brikena do të jetë e veshur me një fustan të ngjitur, të hapur, të bukur, ndërsa Mateo do të jetë me një kostum të zi. E gjitha kjo gjë do fillon që nga ora 16, ku banorët do fillojnë të përgatiten për këtë eveniment që realisht për Brikenën dhe për Mateon është evenimenti më i rëndësishëm.